Do të ndalemi, do të flasim për sport, me mua në studio nëpërmjet internetit do të jetë gazetari sportiv Nikol Rajta. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Flasim për Superkupën, aty ku ndryshe me 2 javë më përpara për kampionat, Dinamo tregon më tepër superioritet dhe po themi zhbën Egnati antërësisht në 45 minutat e dyta, apo jo? Vërtet është ajo, pam një pjesë të parë ku Egnati ishte më kërkuese, ma të gjiti dhe golin. Sigurisht dhe fal një gabimi të lojtarëve të Dinamos, por golin e gjeti. Ndërkohë që në pjesën e dytë pam diçka që Dinamo po bën shpesh të sezon. Një ndryshim fytyre në pjesën e dytë, pasi Ilir Daja nuk e di, ndoshta ju bën ndonjë shirim, le të themi, lojtarëve në pjesën e dytë, por që tregon një tjetër fytyrë dhe fal dhe gabimeve të skuadrës së Egnates, gabimeve tjake. Erdhi dhe përmbysje e madhe, një ndeshje shumë e mirë nga Dinamo për mendimin tim në pjesën e dytë, një dominim që ka kthyer ndoshta jo vetëm atë ndeshje për Superkupën, por mendoj që ka hapur ndjeshëm dhe luftën për kampionatin. Kampionët dorëzojnë terren në pjesën e dytë. Sa gaboi Tetova dhe çfarë ndikon tek Dinamo që e bën shumë më të vogël këtë kundërshtar? Thënë drejtën, nuk mendoj se nuk jam ai që mund të flas për anën taktike për gabimet e Tetovës, mund të them që më shumë gabuan lojtarët. Nuk mendoj se trajneri ju kërkoi ndonjë ndryshim, apo pa ndonjë ndryshim në vendosje apo në mënyrën e lojës së Egnatias, thjesht ishin gabimet individuale të lojtarëve të Egnatias, sigurisht dhe presingu i lartë i Dinamos. Mendoj që gabimi vetëm ishte që qëndruan mbrapa, por mendoj se superioriteti në fushë nga ana Dinamos dhe presingu që po ushtronin ishte shumë e vështirë për Rogozhina siç e dinin përpara, dhe kjo mendoj që ishte gabimi vetëm i Tetovës që nuk ju tha ndoshta lojtarëve që të shtynin më fort përpara. Tetova ndërkaq u shprehje që nuk është dakord me politikat e klubit për largimin e Dajsinanit dhe Xhamailit. Një mungesë dakordësie dhe pse për herën në janar në këtë periudhë merkato e Egnatias duhet themi ka qenë cilësore apo jo? Sigurisht që po Egnatia madje mund të themi që ka bërë merkato më cilësore në janar se sa në merkaton e verës. Sigurisht që për trajner nuk është as pak e mirë që të largojnë lojtarë cilësorë, siç është Xhemaili mbrojtje, për mua momentalisht është mbrojtësi më i mirë në kampionatin shqiptar, por që edhe Dajsinani që ka treguar vlerat e tij, një rritje jashtëzakonisht e madhe të paktën në 2 sezonat e fundit. Dy largime me peshë nga Egnatia dhe duke parë që janari është shumë i vështirë për të zëvendësuar, për të marrë lojtarë që janë me kualitet, pasi zakonisht në merkaton e janarit lëvizin ata lojtarë që mos kenë minuta apo kërkojnë pak më shumë, kërkojnë pra minuta në këmbët e tyre, pasi kemi edhe botërorin dhe ka shumë lojtarë që duan dhe një shans ndoshta, por që mendoj se Egnatia do ta kishte shumë vështirë ashtu siç e kishte Dinamo, por ndryshe nga Dinamo nuk i shiti lojtarët në janar. Egnata po bën këtë gabim, le të themi, por le të shohim, pasi Demrozi na ka surprizuar gjithmonë merkato presidenti, ndoshta mund të sjellë dhe lojtarë të kualitetit të tillë, ndoshta edhe më të mirë. Dinamo dhe Egnatia mbeten gjithsesi skuadrat më potente të kampionatit, paktën kështu e ka treguar loja që ato kanë bërë. A mendon se kanë diferenca të mëdha me rivalët e tjerë të kampionatit, për shembull me Elbasanin, Vllaznin apo qoftë edhe me Partizanin? Ç'është e vërteta, diferenca e këtyre 2 ekipeve pjesën tjetër të kampionatit fillon që nga pankina. Për mendimin tim Ilir Tetova dhe Ilir Daja janë 2 profesorët, le të themi, pavarësisht moshës që ndoshta mund të jetë pak më të rinj se disa nga trajnerët e tjerë superiorës, por që janë profesora me të vërtetë në pankina atë që ka bëjnë, por që diferenca edhe në fushë patjetër organika është në një niveli komplet tjetër, çka pam dhe ditën e dieshme. Ishte një ndeshje nga ana tekniko-taktike dhe për atë që duruan lojtarët në fushën ishte fantastike dhe mendoj që po diferenca është tepër e madhe dhe do jetë një luftë e ashpër midis këtyre 2 ekipeve për titullin kampion deri në fund. Pra për mendimin tim këto 2 ekipe janë dhe pretendentët kryesorë për titullin kampion. Nga ana tjetër, Bardhi kërkon titullin teksa pohon që tashmë Dinamo sapo ka nisur një cikël. A qëndron një konstatim i tillë duke parë që Dinamo nuk e ka rikthyer ende titullin kampion? Bardhi ka gjithë drejtën të kërkojë dhe titullin kampion, pasi ka një trajner ekspert për titull, për trofe në pankinë, dhe duke pasur një trajner të një kualiteti të një shkallë të tillë në futboll dhe organik sigurisht mjaftësore, ka të drejtën që ta kërkojë.
Bardhi pastaj duhet dhe të plotësoj ndonjëherë dhe tekat e trajnerit që është e vërteta, pasi siç e dim, Ilir Daja kërkon dhe sulmua. Por më tha që unë do ja plotësoj si dëshirë, por ja të presin edhe merkaton e janare dhe në qoftë se dëshirën e trajnerit plotësohen, atëherë janë dhe më afër titullit, pse jo. Në fakt duhet të themi një ndeshje shumë e bukur, me shumë rivalitet, por me shumë tifozëri. Pse është për të ardhur keq që një finale e tillë nuk ndiqet me kaq shumë kërshëri ose të ketë më shumë ndjekës? Fakti është mjaft e vërtet. Kemi kualitet në fushën e lojës, por lë për dëshiruar shumë ajo çfarë shohim në shkallën e stadiumit, çka e pam të dje, numër shumë i vogël tifozësh, vetëm pjesa ballore kishte disa tifozë. Dhe të vjen keq pasi kemi dy ekipet më të mira në Shqipëri dhe që kanë dhe premisa për të bërë mirë ndoshta edhe në Europë sezonin e ardhshëm, pavarësisht se nuk shkuan gjërat siç duhet sezonin e shkuar. Mungesa tifozëve vjen ndoshta edhe nga pasi Dinamo mund të ketë ndoshta tifoz moshës vjetër në krahun tjetër, Egnatia vjen nga një qytet i vogël dhe nuk është se mund të ketë një numër të lartë tifozësh. Por mendoj që ndoshta edhe ata që janë tifoz me Dinamon apo Egnatin, mendoj se ndonjëherë edhe duhet të shkojnë në stadium për ta shijuar spektaklin që durojnë dy ekipet në fushë. Nisë dhe merkato së shpejti në një kohë që janari ofron pak alternativa, duhet të themi. A mendon se të gjitha klubet kanë nevojë emergjente për të gjetur një sulmues që të shënoj gol? Thënë drejtën, përveç skuadrës së Vllaznisë, pasi ka një bekim Balaj që kanë shkuar një bagazh shumë të madh dhe një thes, le të themi, të mbushur plot me gola dhe topa që ka shënuar, mendoj se ndoshta edhe Ignatia nuk e ka akoma atë njeriu në gol. Është Bakayoko që her pas here surprizon, shënon, është lider në disa raste, por duhet një pikë referimi në zonë. Dhe përveç Vllaznisë mendoj se të nëntë skuadrat e tjera duhet të luftojnë shumë në këtë merkato për gjetur një sulmues që t'ju siguroj gola dhe të shënoj sa më shumë, pasi them drejtën dhe Superioria nuk është një kampionat që prodhon shumë gola, por duke parë bekim Balen që shënon pak më rregullisht se pjesa tjetër e ekipeve, mendoj se po 9 ekipet e tjera Superiores janë po vuajnë për një sulmues dhe mendoj se duhet luftojnë fort në këtë merkato. E kuptoj, po a mendon se Superkupa duhet shërbesi një sinjal për ndryshime taktike? I referohem Ignatias në këtë rast, për pjesën e dytë të sezonit? Ndryshime taktike mendoj se po, pasi po largohet një lider si Xhemaili, duke parë që është shtylla mbrojtjes dhe nga mbrojtja fillon pastaj gjithë loja pjesa tjetër, është një lojtar që ditë shtyj ekipën përpara, është një lojtar që luan mirë me këmbë, është një lojtar që është dhe i fortë në ajër, duke mos pasur cilësitë e tij në pjesën e dytë sezonit, Edlir Tetova do jetë dhe i detyruar, le të themi, për të ndryshuar dhe anën taktike. Megjithatë, pritet shihet dhe zëvendësuesi, se ndoshta mund të marrë një zëvendësues me pare të njëjta, por nëse do jetë me pare ndryshme, do jetë i detyruar që ta ndryshojë anën taktike. Po nëse këto dy skuadra i referohem gjithmonë Dinamos edhe Ignatias, përballen sërish në fund sezonit për titullin, çfarë do të bëjë diferencën, eksperjenca apo forma më e mirë e momentit, nëse do të ndodhë që të përballen? Të them drejtën, vetëm kjo ndeshje që nuk mund parashikohet. Ndoshta duhet pritur paksa të parë ndryshimin e ekip, çfarë ndryshimesh do bëjë njëri ekip, çfarë ndryshimesh si daljet apo hyrjet brenda skuadrës. Nuk e di, ndoshta mund të them Ignatia për shkak të eksperiencës si kampion, është viti 3 radhës që kërkon titullin kampion, ka një trajner që ka përse 3 sezone dhe mendoj se Ignatia është më favorit pavarësisht humbjes së mbrëmshme. Mendojnë që nëse mund ta quajmë po kthehet në një dyshe klasike Ignatia Dinamo duke u ndeshur bashkë? Në rast se do kishte edhe numrin e tifozëve një numër të kënaqshëm, mendoj se do ishte edhe më bukur se derbi për sa i takon kualitetin fushën e lojës. Pastaj një klasike. Klasiket mund ta shohim pas këtij sezoni, në rast se njëra apo tjetra do fitoj titullin kampion, në rast Dinamo apo Ignatia, apo nëse do kemi edhe një finale të Final Four midis këtyre dy ekipeve, mendoj pse jo, një klasike dhe një derbi shumë i bukur. E kuptoj. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit juve. Dhe ne këtu me këta hapësirë të sportit kemi mbritur në fund të MCN informacion për sot. Nesër do takojmë përsëri së bashku në orën 16.